Pas ditën e sotme, banorët e BBV4 janë përballur me një sfidë të caktuar nga kompania e njohur Eker Albania. Pasi në shtëpi mbërriti një zarf i bardhë, në të cilën sqarohej se si do të funksiononte sfida, banorët kanë nisur lojën. Në zarf bëhej me dije se banorët duhej të përgjigjeshin për disa pyetje ose të përballeshin me disa sfida të paracaktuara nga Eker, që ishin të shkruara në copëza letrash. Mirë po një moment i papritur befasoi banorët dhe jo vetëm. Në fletën e përzgjedhur nga modelja, Loredana Brati, shkruaj se ajo duhej të krijonte një moment romantik me njërin prej banorëve të shtëpisë. Zgjedhja e saj ishte lajrti. Pasi shikoi reagimin e Jozit, Loredana ndryshoi zgjedhjen e bërë dhe vendosi të krijonte një çast romantik me djalin që i vodhi zemrën në BBV4. Por ky i fundit e refuzoi. Pas refuzimit, në nërëmujën e emocioneve dhe të sikletit, Loredana krijoi një atmosferë romantike që i la banorët me gojë hapur. Modelja u puth në buzë me Eglin. Me sa duket sfida e Eker pritet të sjellë të papritura dhe minuta të veçanta pas ditën e sotme.